supa gati tash. I kërkova nën prens me mësu me bon një recet me sup barishtesh të stinës që ka pas bon edhe së gjyshja e me prena, pas dritë. Nën prena është nga Troshani dhe sot ka artu me mësu me bon këtë recet kaq të thjesht, por kaq fantastike, sepse unë mendoj dhe ka 15 vite që bëj këtë betejë që rujtja e trashëgimisë tonë kulturore në ushqim është rujtja e kulturës tonë shqiptare. Dhe disa e na lësojnë ushqimin sepse mendojnë vetëm si diçka për të mbushur barkun, por në fakt ushqimi është identitet, është kultura jonë dhe na sikur jena taft me kopju recetat e huaja ndërkombëtare, ne duhet me pa me djetin seriozitet trashëgimin tonë kulturore dhe me respektuar jashtëzakonisht nënat tona ashtu si e kena, to nana për me na tregu çka është gatimi jonë tradicional dhe si mundet me rrit identitetin tonë kombëtar dhe në gatim. Edhe i grimi im. U duken shumë, po krejt u shkren nu. I shkren gola vetë. Të kuajgjës. Të shëvim zërë, e s'ka nevoj ma për i gjinë se o reziket. Po dzejmë dë bukë kalamoshim hinë. Buka kalamoshit shkon shumë me supën e hinë.